shumë vite më përpara. Ishte një zonjë, quheshe Marie, vinte nga Laçi dhe kishte një shtatzani shumë të dëshiruar. Dhe në kushtet që kishte këtë shtatzani të dëshiruar, ajo bën një tromemboli të rëndë të mushkrive. Dhe diskutoheshe, duhet të mbaj fëmin, duhet të trajtohet me hollues të gjakut, me antikoagulant, për të shpëtuar jetën e nënës, apo neve duhet të zgjidhim një rrugë që të shpëtonim të dy jetët, të bebit dhe të nënës. Maria u vendos në kushte të jashtëzakonshme të një graviteti të sëmundjes në reanimacion, u vendos në trajtime me oksigjenoterapi dhe me hollues, dhe fatmirësisht Maria kaloi rrezikun e jetës, pra fituam të madhin, personin, pacientin, nënën. Pastaj, në mënyrë shumë të kujdesshme, duke përdorur hollues të cilët nuk kalonin barierën placentare, pra nuk dëmtonin bebin, ne fituam dhe bebin. Dhe bebi sot është 20 vjeç, i kam vënë emrin unë bebit, sepse ato thanë që ky fëmijë ne e kemi vetëm nga doktoresh Silva.